për njerëz cilët kanë dëshirë, me pas miqësi të shnosh, miqësi të sinqert, si për djalë, si për vajzë, nuk që pesh sa vjeti ka. Se kemi rastet ndryshme të moshave, dhe me thonë, po thonë për djemëtri, dhe në 40-45 vjetë, pa u martu kur. Ose... A ka rast dhe në 40 ose 45 vjetë që nuk janë martu? Ka raste. Që bashkë i kam 3-4 raste që tash, që më kanë thirë familjet, që ka qenë është qashtu, jo lufta, jo shpia e kone e deformume për lufte. Tani dhe e ka maru shpin, dhe i ka bu dhe kushte pak si më të mira. Dhe gjithë kush ka qef, me pas një shpi pak më të mira me ditë, kur të merë bilinusën. Cilat janë kërkesat që i kërkon familja e nusës? Familja e vajzës gjithmonë kërkojnë me konë djali sinqert, me konë mundësisht me punë, edhe me pas kushtet e mira, me punue, mos me konë i rrugëve të këshia diqka, marrin informata njerëzit, njëftuhen, pinë kafe bashkë, tani e vazhdojnë jetën. Çfarë këshille i kësha jap rinisë sot? Rinis, për të thëmë drejten, rinisja kësha dhoni këshill, që edhe pse njohin një djallë, në të tregojnë vërtetën. Vetëm e vërteta gjithkonin e qetë në drejtësi edhe në rrugë të hajrit, se me rana nuk shkohet kërkon. Unë për thëmë drejten që me qëtë punën tem, të pakten gjikon 25 vjeqare që jam, se para lufte e kom punu, po e kom punu pak, ma pak. E mas lufte, në me thonë, e kom bu pak ma shumë, edhe dule në rjetët sociale, jam i njotën ma shumë gati pa gati në kajtë Kosovën, kështu që mirë është shku. A Gjenver, e ti, a e ki gjetë nusën me mësitni, apo... Allah, pak ma ka gjetë dikush e pak... E ki po vetë? Po, e që une jam i knaqen me nusë, them që 40 vjetë martesë, jemi të knaqen të lumë tërë, po, vallaj. A ka pas rashit ka thona i fjallë që ty s'ka pëlqy, ose... Duhe dhe jeta është e gjatë, ka për shemë raste që për mu i dhnu me gru, mund është për një shnur të pucës, pse e ke lirë, pse se ke lirë, pse e u zgjidhë, që që gruja është shtylla e shpisë. Pa gru, zëti konë mëse lashtë. është dyrek i shpisë që e manë këtë shpinë, dhe me thonë gruja. I manë thëmin, kujdeset për thëmin, kujdeset për ushqim, për vesh mbathje, për mësafir që të vinë, për trëptonin, për veshje. Dhe me thonë, une për vetja di kymetin grus, te me sholla, zoti së më lepa tonë. Inshallah, a mund që më të regu pak edhe, a e ki trashëgimi, kitë punë të mësitnis? Po, trashëgimi e kam. Apo prej kujt? Jo, e kam prej dojve të babgjyshit. Aj në atë kohën e vetë, rahmeti po shpirt, kanë ru jetë, po ka në atë kohën e vetë, pa internet, pa telefon, i ka kry dikon për 1500 martesa, fejesa. 500, dhe më thonë në atë kohë, aj ka kry, se une ma shumë nëët, të bëjë zmërt nëët si mësafirve, i ndëgjësha kur vike. Rahmeti po shpirt, aj të regajke, i zateta filon familjen me filon familjen. Edhe thejke qërë dhe ke në verë, veç njësë pej veti, merë dhe ke moje një bësht mas veti, bështi është që kanë tjerë lesh, ty në nëna të une. Aje ka është me moje si, kur në ljopsin, 2 anë të marë, i mret, nëse s'ki qef dikush me të bon keq, mos i bon dikuj. Me qëllime, për shambull, me qëllime me rajt, jo është e mirë, jo është e shnush, jo është e bukur, nuk jom hija ne i kur. 90% jom interesu në bazë fjallëve të familjes, që kam kanë thonë familje. Po, dheri tash, do me thonë, jam i knaqër me atë punën që akom bo. A me ndonë që tash pëdohen pak edhe shkaku i bashkallakut, ose... Po jo, se tash nuk e duhet. Tash nuk ka ashtë. Nuk e duhet më bashkallaku.
tash nuk ka më ashtu, po... Jo, dhe tash unë po them drejtën, janë do kërkesa që për mu më duken absurde. Se me i thonë djalit, nëse i ki prindë unë nuk vitu ti. A ka rast që thujnë edhe kështu? Që ka rast. Ato aja qikë. Unë për veti po thëmë, që e vojzë, që i thët një djali që nëse i ki prindë, nuk vi mu martu me ty, dhije që asë djali nuk e dënë. Jo, normalisht. Nuk e dënë, se aja nuk që atënve prindve, ajo është që atë. Qështë interesi. Aja vojzë që dënë me bon rahat. Që zakonisht po thojnë privatësi. Privatësin me pas... Privatësi, bashkëtes, unë po thëmë drejten, këto kultura, si kuna marë pe i përëndimi. Që të kultura shka për na vinë që tash, asë një nuk janë pranushme për ne, si shqiptarë që jemi që jetojnë në Kosovë. Se tabiatet e huja, vetëm nëse është e mirë du të me marë. Nëse nuk o e mirë, pëse për merë me jerë? Unë shumë merë po thëmë që në e na hi në Evropë, pa na orë dhe Evropa këtu. Jena me një jetë për shamull. Se unë për ndëgjaj, martuhet, kërë një javë ditë e dohet nusja me djallë. Ata familja shkët që kanë bon me hek dhe e kanë rejt djallin. Mëlle me shkollu, mëlle me bon një banes, me jetu, ta mën rahatohet me nuse, me a bon një kafe, një izmet, babes ose nanës djallit, aja kërkën banes ekstra. Po, lyp banes ekstra me dalë. Kështu që aja dashnia tani ma, si del nusja pe shpije me djallë, aja dashnia është e lëth. Nuk më dashnia sinqet. Se del një banes, është 3-4 kilometra largë, prindi le vetën, është kur mund jetën me prindi vetë. Jeta sanet një që vinë, detyrojnë do njëherë, po për diri sa e ki jetën e mirë edhe Muë më respektojnë në përgjithësi njerëzit, i falenderoj gjithë, se shiqa, kjo punë që ka bojone, gjithmonë për mes shokve, për mes miqve, gjithmonë ka të regu dikush për një vajzë dikujna. Mirë për tash ju në largu sanet, e peshe, shkon mësafir me najtë, krejt vesh me telefon. Po kush, pasha zotën, para një javë ditë isha mësafir një ven, 5 vetë ishëm 5 telefona. Pili ma dhe isha më në nalë rrymë, ose mja hjeka shtikerin, mja nalë kodin, mësë mi punu telefonat. Kështu që është o hjek edhe ma abeti, nuk o ma i lezeti që ka qenë për para. Jënë ljargu njerëzit, jënë. A Gjembera me ndonë kitë punën tonë mi alon dikuj tjetër? Shumë kësha pas dëshirë, nuk e di, fort më do këtë që e shënë i djalli vlaft, gjithëherë më vetë, balë, a ke gjithë, a ke mbona e mitësi 3, po është interesun, edhe e shë që shumë herë më pytë që a ka na i fejes, ma freka dishka, kësha pas dëshirë, pa marë për asysh, prapë se prapë, dikush për familjes temë, ose me vazhdu, nuk, po vëlloj po.